أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtetë falënderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. E atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, friksohuni Allahut, krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbi mbikëqyrës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe flisni fjalë të drejta. Friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Do mundëson ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtet që ka fituar një fitore të madhe. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Vëllezër të nderuar, në këtë ditë qëndrojmë me një tjetër fragment nga fragmentet e bazave të argumentimit në fenë islame, të cilat janë fjala e Allahut dhe fjala e të dërguar të Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimi i këtyre dy bazave siç i kanë kuptuar të parët tanë të devotshëm selefun as-salih. Me një fragment nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në librat e tyre të saktë. An Abi Hurairah رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. Nuk kanë folur në djep foshnje vetëm se në 3 raste. Nuk është qëllimi kufizimi i rasteve të fëmijëve që kanë folur në djetë, se ka më shumë se 3, ndoshta arrin në 6 raste të argumentuara me argumente që s'kanë ato më dyshje se kanë folur foshnje në djepin e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala është ala kulli shay'in qadir. Bërë Allahu Azza wa Jall çdo doj, por çdo gjë është i mundshëm. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu Azza wa Jall kur don që diçka të bëhet, i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Dhe në këtë hadith thot Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ndër foshnjat që kanë folur, është sahibu Jurayjin. Është ai foshnja që lidhet historia e tij me Jurayjin. Ne qëndrojmë tek historia e Jurayjit dhe historia e këtij fëmije që ka folur në djepin e tij. Si shtam të hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në 2 librat e tyre të saktë, Sahih al-Bukhari dhe Sahih Muslim. Gjithashtu, kjo histori ka dhe shtesa të tjera në libra të tjerë të hadithit, ku tregojnë më tepër hollësi në lidhje me ngjarjen e Jurayjit. Jurayjun kana rajulan 'abidan يعبد الله في صومعة له أو في صومعته. يعذرون الله عز وجل. Ishte shumë i denjë në përkushtimin që bëte në adhurimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kishtë ndërtuar një sauma vend adhurimi dhe aty e kalonte ditën dhe natën e tij. Kana min bani Israil. Ishte nga Bani Israil. Para Islamit ka ndodhur kjo ngjarje. Se historia e besimit dhe rruga e besimtarëve
ka filluar me babain ton të parë, Ademin alayhis salam, deri tek vura pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jurayj ishte njëri adhurues, por nuk ishte i shuar me dituri. Kana abidan wa lam yakun aliman. Ishte i adhurues, i denj në adhurimin, i përkushtuar në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, por nuk ishte alim. Një ditë i erdhi nëna e tij dhe e thiri nga poshtë, që jep të kuptoj se kjo sauma ishte në një vend disi të ngritur. Ja Jurayju, e thiri Jurayjin, o Jurayj. Jurayji ishte në namaz, ishte duke u falur. Falja për Allahun azza wa jall ka ekzistuar dhe përpara Islamit. Sigurisht që ndryshojnë dispozitat, por njerëzit besimtar që adhuronin vetëm Allahun azza wa jall, sigurisht që faleshin për Allahun subhanahu wa ta'ala. E thëret, o Jurayj, dhe thot Jurayji në vetën e tij, ej Rabbi, ummi wa salati, nëna ime dhe namazi, nëna ime dhe namazi. Famadha fi salatihi, dhe vazhdoi namazin e tij. Sigurisht që po të ishte Jurayji alim, i ditur, do ta dinte se ky adhurimi i cili është nafile, vepër vullnetare, shtesë mbi të obliguarat, nuk ka përparësi ndaj bindjes së nënës dhe babait, aq më shumë ku nuk të thrasin në diçka të ndaluar. Dhe duheshe që ti përgjigjesh nënës së tij kur e thërriti. Fa ja'at ummuhu min al-ghad. Erdhi nëna e tij në ditën e nesërme. Fa qalet ya Jurayj, dhe tha o Jurayj. Fa qala Jurayj fi nafsihi ummi wa salati, ej Rabbi ummi wa salati, të Zoti im, nëna dhe namazi. Fa madha fi salatihi, dhe e vazhdoi namazin e tij. Iku nëna e tij dhe erdhi në ditën tjetër, dita e tretë. Fa qalet ya Jurayj, i tha o Jurayj. Fa qala Jurayj fi nafsihi, tha Jurayji, ej Rabbi ummi wa salati, nëna ime dhe namazi, që të bëj? Çfarë të bëj nga këto të dyja? Jam duke u falur, të vazhdoj faljen, apo ti përgjigjem nënës? Fa madha fi salatihi, dhe vazhdoi në namazin e tij. Fa qalet ummuhu, atëherë nëna e tij në ditën e tretë tha, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuh al-mumisat. O Zot, mos e bëj atë të vdesi derisa të shoh fytyrat e imoraleve. Fytyrat e imoraleve. Sigurisht që haku nënës është i madh. Po padyshim se dhe nëna duhet të jetë e kujdesshme se nga 3 lutje që nuk refuzohen është dhe lutja e prindit. Qoftë ajo për të mirë apo lutje kundër tij në të keqe. Ju lut nëna Allahu azza wa jall si pasojë e hidrimit që kishte në krahërorin e saj, tha o Allah, mos e bëj të vdesi derisa ti shoh fytyrat e imoraleve. Qaderi Allahu azza wa jall që e bëri vetëm kaq lutje dhe jo më shumë. فتذاكر بنو إسرائيل يوما جريجا وعبادته. Një ditë Banu Israilët në mezhlisin e tyre po kujtonin Jurayjin dhe adhurimin e tij të shumë. Sigurisht që individi i dalluar, individi i përkushtuar, është problem për të gjithë tjerë që nuk janë si ai. Sorat nuk rrin me pëllumbat, e as në mesin e pëllumbave nuk qenë një sorë. Duan të jenë të gjithë sora. Dhe shqetësoheshin për të rrugë të Jurayjit
dhe kujtuar një femër e njohur me bukurinë dhe njëkohësisht imoralitetin e saj. Faqalet inni aftatinuhu, unë do ta hedh atë në fitne. Pra do ta bëj për vete, të rëshqas. Qëndro pak dhe medito. Shumë shekuj më parë ka ndodhur kjo ngjarje. Ditët përsëritën, ngjarjet përsëritën, historia e shohim të përsëritet. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Dhe këto ditë rrotullohen në mesin e njerëzve. I shohim të përsëritën. Individi i përkushtuar është barës me një shoqëri dinjitoze të përkushtuar. Se e tërë shoqëria nuk është asgjë tjetër vetëm se një grup individësh. Një individ i udhëzuar dhe një shoqëri e udhëzuar. Për këtë shohim kur Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin Kerim: "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'an." Ai i cili e ruan jetën e një personi, sikur ka ruajtur jetën e gjithë njerëzve. Se koncepti është koncepti jetë. Ndërsa ai i cili e godet jetën, e vret jetën, fa ka'annama qatala an-nas jami'an. Sikur ka vrarë tërë njerëzimin, sepse kanë një gjë të përbashkët i gjithë njerëzimi, jeta. Dhe individi është në sasinë e tij i barabartë me shoqëri. Individi mirë, shoqëria mirë. Individ negativ, shoqëri negative. Individi mirë armiqësohet shumë kohë më parë. E mira gjithmonë është armiqësuar. Dhe janë masa në më të ndryshme për ta goditur të mirën dhe të mirin. Dhe ja, Banu Israil në klubin e tyre, në mezhlisin e tyre, folën për Xhurejxhin dhe vendosën që kjo, siç mund ta ketë pasur emrin ajo bukuroshe imorale, që jepë shembull me bukurinë dhe diheshe imoraliteti i saj, e mori përsipër që ta fusë Xhurejxhin në fitne. Fata'arradat lahu yawman. I doli një ditë përpara. Walam yaltafit ilayha. Asgjë e ktheu kokën në drejtimin e saj. Atëherë kjo gjë e shqetësoi atë. Nuk e thiri Xhurejxhin me fjalët që mund të thrasin një femër imorale dhe me gestet që mund bëj me qëllim për ta tërhequr ndaj vetës. Njerëzit e këqij dhe e keqja dhe institucioni i shërbimit të keqes nuk ka asgjë tjetër vetëm se dy ilaçe. Në thonjza ilaçe. Shahawat dhe shubuhat. Shahawat janë epshet. Shubuhat janë dyshimet. Ose ti mashtroj njerëzit e mirë, ti largojnë nga e mira me shahawat, me epshet, siç është thënë ajo parua shumë shekuj më parë, ka'sun wa ghaniya. Një gotë dhe një imorale. Ka'sun wa ghaniya. Një gotë dhe një imorale. Ky është simboli i rrugës së mashtrimit me epshe ose me shubuhat, me dyshime. Me dyshime, duke hedhur dyshime, se kjo nuk është e vërteta, kjo nuk është besimi i vërtetë, sepse kjo kështu dhe kjo ashtu. Shpenzojnë njerëzit e këqij nga jeta atyre, nga pasuria atyre, dhe çka? Për të hedhur dyshime. Por kurse si nuk hidhet poshtë e vërteta. Allahu Azza wa Jall ka bërë në çdo kohë, në çdo vend, njerëz të ditur, të devotshëm, që i largojnë shubuhatët me barahin, dyshimet me argumente. Ndërsa njeriu i përkushtuar dhe i devotshëm dhe besimtar dhe që i friksohet Allahu Azza wa Jall e ka këtë mburoj të rrivet veten e tij nga shahawatet, nga epshet. Kështu që këto dyer të zeza kanë mburoj. Argumenti kundër dyshimit
besimi dhe adhurimi në kohët e fitneve ndaj ti bësh ballë ndaj shahawatëve action. Ashtu siç Allahu Azza wa Jalla mundsoi Xhurejxhit t'i bënte ballë kësaj fitne. E thirrje e rrot. Zonja dhe Xhurejxhi as që ngredi shikimin ndaj kësaj. Se asgjë s'ishte ajo për Xhurejxhin. Kjo gjë e hidroi shumë atë. E hidroi se nuk doli plani i saj. Nuk u realizua plani keqbërës që të shkatërroi një njeri i cili ishte simbol në atë shoqëri dhe shembull i mirë ku njerëzit frymëzoheshin me dëgjimin e historisë së tij. Madje kur dëgjohej emri i tij, njerëzit kujtonin Allahun subhanahu wa taala. Donin ta godisnin. Dështuan dhe dështojnë. Si pasojë e kësaj e shtuan armiqsinë. Fa'atat ila ra'in kana yawi ila sawma'atihi. Erdhi tek një barik i cili ishte i varfër dhe shpesh herë flinte tek vendi ku e kishte bërë Xhurejxhi për të adhuruar Allahun Azza wa Jall si një xhami e vogël, ambient ku ai faleshe, ishte përkushtuar dhe ndonjëherë ky bariu flente tek sawma'a e Xhurejxhit. فزنت هذه المرأة بهذا الراعي dhe bëri sina, imoralitet, kjo grua me këtë bariu dhe kur lindi qalet hadha min Xhurejxhi. Kur lindi tha që ky fëmia është i Xhurejxhit. Realisht kush e bëri shtatzën këtë grua? Rai, bariu, jo Xhurejxhi. Pra kush ishte shkaku që kjo grua ngeli shtatzën? Ishte bariu, së bashkëpunim me atë femër imorale. Ndërsa Xhurejxhi as që dinte gjë për këtë histori. Ishte në botën e tij. Një ditë nga ditët të cilat përsëriteshin në vazhdimsinë e jetën e Xhurejxhit, erdhi populli, masa, ato që shohin dhe dëgjojnë dhe flasin, dhe thojnë të shkruarën apo dëgjojnë të thënën, erdhën, jahraun me vrap, zbrit, po i poshtën, zbrit, atje ku ke hiku. Pse, ai nuk dinte asgjë, ishte gafi, nuk dinte asgjë nga kjo histori, asgjë i shkondë në mërë, imagjino, nga dita që mundet t'i ke dalë për para jo, dhe asgjë e të parë, deri në ditën që ajo lindi dhe hapi lajmin që ky është fëmia e Xhurejxhit, asgjë nuk dinte. As që kishte haber që kishte diçka që lëvizte në këtë formë. Çfarë ka ndodhur? Zbrit. Faja'alu yaksiruna sawma'atahu. Dhe filluan t'ia prishnin vendin ku ai adhuronte Allahun Azza wa Jalla. Wa ja'alu yadribunahu. Dhe filluan ta rrihnin në vazhdimsi. Ai nuk dinte se çfarë kishte bërë. Ata pretendonin se ky kishte bërë imoralitet. Në realitet, ajo gjëja që kishte bërë Xhurejxhi është njësoj si ajo gjëja që Allahu Azza wa Jalla tregon në surën Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid." Ata nuk kishin asgjë, as një krim nuk kishin bërë, vetëm se thjesht ato adhuronin Allahun, fuqiplotin, merituesin e adhurimit dhe të lëvdatave. Ky ishte krimi atyre që u kroposën për zgjalli. Dhe po njëjti krim ishte dhe krimi i Xhurejxhit. Dhe pse titulli i krimit kishte ndryshuar në shtëpinë e botimit. Dhe ishte se ky në kishte bërë imoralitet dhe në kishte lindur një djalë apo vajzë me një grua që asnjëherë s'e kishte parë fytyrën. Subhanallah. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Të ditë rrotullohen
Kjo histori përsëritet. Besimtari sheh me dritën e besimit, me dritën e argumentit i dëvon qëra. Por ne themi atë që kanë thënë besimtarët, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Themi ashtu siç kanë thënë besimtarët, që njerëzit janë mbledhur kundër jush. Keni frikë, kujdesuni, njerëzit janë të gjithë të mbledhur kundër jush. Ne themi hasbunallah, na mjafton në Allah, wa ni'mal wakeel. Gjërat i shohim, i kuptojmë, janë të ditura, të thjeshta. E kush është më njeri se sa besimtari? E kush është më i mençur se sa besimtari? E kush është më i dritur se sa besimtari? Kush është fullhesi në të vërtetën nga njerëzit më drejtues se sa besimtari? Askush. Njeriu më njeri është adhuruesi i krijuesit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Çfarë kanë bërë ta Xhurejxhi? Ti ke bërë imoralitet dhe e morën zvar. Rrugës e quan tek imoralet. Në atë çast kur u përballua me të skenë qeshi. Më pas e pyetëm, lime dohik, pse qeshe? Pse qeshe? Tha, kujtova lutjen që më kishtë bërë nëna ime në ditët që më thëriste. Xhurejxhi kishte bërë një mëkat. Tha, individi barës në shoqëri. Individi bërë një mëkat, ja se që ndodhi. Shoqëria bërë mëkat, ja se që ndodhi. Xhurejxhi e kishte bërë një mëkat. Nuk ishte përgjigjur nënës. Po ummeti, çfarë ka bërë? E ka filluar me të parën. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ka obliguar Allahu azza wa jall mos të adhurohet askush tjetër vetëm sa ai. Ky është obligimi i parë. Ky ummet në këtë kohë e ka filluar me të parën dhe më pas ka arritur tek e dyta. Wa bil walidayni ihsana. Dhe të silleni mirë me prindrit. Të parën Xhurejxhi se kishte shkelur, por një pjesë nga e dyta, në një fragment, për shkak se ashtu e mendoi, të logjikshme dhe pasore në trajtimin që bëri, më aq diturisa kishte, gaboi dhe mbi të ra pasoja e gabimit të tij. Sa i përkushtuar në adhurim, sa i del, sa i devotshëm, shembull. Na është treguar jo më kot historia e tij. Dhe ja, i erdhi pjesa e dëmit e mëkatit që kishte bërë. Ole ba'de hin, dhe sikur pas një kohë. Individi varas me shoqëri, se shoqëria është e përbërë prej tij. Tha qesha se më kujtua lutja që kishte bërë nëna ime kundër meje. E kuptoj. Subhanallah. Besimtari prosi të devotshëm dhe bën sa më pak gabime, e din se nga i ka ardhur. E din nga se i ka ardhur. Je me grip? Po, ke dalë në hol, i veshur hol, ka ardhur gripi, se bërë. Dhe Xhurejxhi e kuptoi. E kuptoi që kjo ishte për shkak të atij gabimit që nuk ishte përgjigjur nënës së tij 3 ditë ashtu. Po në qoftë se një ummet i tërë asgjë e din se nga i ka ardhur, asgjë nuk e kupton se çfarë ka bërë, çfarë ka bërë, asgjë nuk e kupton, asgjë nuk e din. Madje një pjesë e ummetit asgjë mundohet të mendoj se çfarë ka bërë. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
Atëherë, Gjurejqi kur e pa çështjen që s'kishte rrugë, kishte rënë pra fitnja sprova. E dinte mirë se cila ishte zgjidhja. Wa amma ila rabbika farqab. Ktheu tek Zoti jot. Ktheu tek Allahu Azza wa Jalla, tek Krijuesi. Tha më leni të fal 2 rekat namaz. Sigurisht që është lutur Allahut Azza wa Jalla. Se ishte i pafajshëm. Përveç se i pafajshëm, akoma dhe më shumë gafil, nuk dinte asgjë. Asgjë për gjë. Gafil. Ti ke bërë kështu dhe ashtu, ishte në tabelën qitjes, në tabelën e akuzave. Për çfarë? Për akuzat më të mëdha. As që tinte gjë për gjë e Gjurejqi. Tha më leni të falem. U kthye tek Allahu Azza wa Jalla. Çfarë bëhet te pejgamberi alayhis salatu wassalam kur diçka e shqetësonte? Yafza'u ila as-salah, shpejtonte për namaz. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah, mos bërë gëzimi, lumturia ime në namaz. Atje kthehet besimtari, e gjen kënaqësinë, prehje, lumturinë e shpirtit të tij në namaz. Pasi mbroi namazin, fa'anahu fi batnihi, e bëri me kisht tek barku, i tha, me në buke ja gulam, u gjesh babajo, do djelosh, o fëmi, kale e bir rai, ta babajim është rai, është filan bariu. Atëherë njerëzit e mësuan masa, se paria ishin të kafja, paria ishte dirijuesit, montuan skenën, ato e dinin të vërtetën, por masa s'dinte asgjë, masa kishte goditjen dhe shkatrimin, masa mori vesh lajmin, kjo gjë për të shkatëruar, ta shkatërojnë, ky person për të rrahur, ta rrahin. Masa e bëri punën. Kur e mësoi masa të vërtetën, i thanë ta ndërtojmë sauman tënde, atë xhamin tënde që ti adhuroje Allahun e të, ta ndërtojmë min dhahab, ta ndërtojmë nga floriri. Qale la, tha jo, por ndërtojeni ashtu siç ishte min tinin, ashtu siç ishte nga balja. Të flasësh për historinë e Gjurejqit dhe përfitimet e mëdha e të shumta që janë në këtë histori, nuk mjafton një fjali. Walakin al-labiba bil isharati yafhamu. Por i mençuri me sinjal kupton. Dhe kjo është një fragment, një histori, nga historia e besimtarëve, në rrugtimin e tyre të sinqertë, e të përhershëm nga ekzistenca e njeriut të parë deri në vdekjen e kësaj jete. Janë në rrugën e besimit, të mbushur me sprova, që gjithmonë i kthehen Allahu subhanahu wa taala. E thash këtë fjalë që mos të harrojmë se ku jemi. Të të kujtojmë cilësitë dhe veçoritë e kësaj rruge. Dhe mos harrojmë cilësitë dhe veçoritë e rrugës tjetër. Dhe shërbëtorëve të asaj rruge. Kuptoni, mos jini si masa që shkatëruan dhe rahën Gjurejqin, e as si paria që gdhëndi atë trillim, por jini të sinqertë, besimtar të përkushtuar. Edhe nëse je në pjesën e Gjurejqit, por i sinqert, kjo nuk të përkos. Dhe në fundin e hadithit, po tek ky hadith, tek Sahih al-Bukhari, tek Sahih Muslim, shkurtimisht theksoj atë fragmentin tjetër
ku Rasuli alayhi salatu wassalam na tregon për të grua që kishte foshnjën e saj në gjë, dhe kur pa një kalorës, tha, Zoti im ma bëj foshnjën time si ky kalorësi. Foshja e lëshoj gjë. Dhe kur tha jo, mos ma bëj kështu, u kthye sërish në gjë. Kur pa kjo nëna, se nëna don të mirën për fëmijën e saj, kur e pa një eme robresh, kaloi, se Allahumma la taj'al waladi mithlaha. Mos e bëj fëmijën tim si ajo. Hoqi fëmija gjiri nga goja dhe tha, Allahumma ja'alni mithlaha. Më bëj si ajo. Ashtuja ishte se kalorësi ishte valin, ishte zullumqar, tiran, nga tiranët. Ndërsa kjo robresha thuhet se për të annaha saraqat wa zanat wa lam taf'al. Sa jo kishte vjedhur dhe ishte imorale, dhe ajo asgjë kishte bërë diçka të tillë. Ishte e pastër. Dhe nëse doni lexoni historinë e Jusufit alayhi salam në argumentet fetare, ka shumë fragmente të gjashme me këtë, por momenti nuk është i përshtatshëm dhe i favorshëm që të themi të gjitha, por përkujtojmë se përkujtimi bën dobi besimtarëve. Kusum Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëjë nga ata të cilët por dëgjojnë fjalën ndjekin më të mirë, wa aqimus salat.